nanat tona edhe motrat tona që në shkun haqë, duhet me ditë që ta, haqi është shumë i shtirë. Të me thonë, mos e zinë asgja e me thonë kaloj let, por shkak se nuk është i letë, është i ranë, sidomos për gra, por të më shumë për gra është shumë i ranë. Në veçanti për gra është beg i ranë, kështu që basaber, edhe pregaditu për një sprovë begit madhe, por shkak se nuk është i letë. Ka thënë Aisha radiallahu anha, i ka thënë Muhammedit a.s. ka thënë Rasulullah, burrat po luftojnë për hir të Allahut, atë mos luftojmë edhe na, se shpërblim i madh. Ka thënë Muhammedi a.s. jo, gjihadi i gruas është haxhi. Gjihadi i gruas është haxhi. Do me thënë, vepra me e madhe të cilën ti mundesh me e ba, edhe me e shtirë të cilën ti mundesh me e ba për Allahun, është haxhi. Ti si nanë, si motër, kështu që pregaditu edhe basaber, ama maje men. Haxhi i pranum, ka thënë Rasulullah a.s. nuk ka shpërblim. Haxhi i pranum, s'ka shpërblim. Illa l'gjenne, përveç gjenne. Veç gjenet është shpërblimi haxhit pranum. Kime pa, është i shtirë, lodhesh. Sidomos në qovë se jenë mosh, i e lodhne, haxhi është sprovë, kështu që pregaditu, po të thotë kjo vllavit, pregaditu, dije që ka me ka në shtirë, është me e letë kur të preq, se sa me të rakë kështu, është obligim begi i madhë. Mirë po, njët, elhamdulillahi rabbil alamin, e ka bo Allahu obligim. Edhe mos harro që shumë i vështërsojnë edhe njerëzit vetë, shumë i vështërsojnë. Mirë po me gjithat, me krejt këto është sprovë, pregaditu, kanë mjë rajt, kanë mjë bodolovere, krejt këto vinë, jënë pjesës provës, nuk vinë mjë marë, nuk jo qojnë, krejt të jenë pjesës provës, mos e hup sabrin, për shkak se gjithë kohën ku ka kallabak, ka vështërsi, ama basaber edhe lutë Allahun vazhdimisht me ta lehtësu. E lutem Allahun azza wa jall më ja lehtësu nanat tona dhe motrat tona të cilat janë në haxh.